Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Siguria e qytetarëve, mbështetja sociale dhe zhvillimi i territorit ishin në qendër të mbledhjes së radhës së Këshillit Bashkiak Gjirokastër. Këshilltarët miratuan krijimin e Këshillit Vendor të Sigurisë Publike, vendime për ndihmën ekonomike ndaj familjeve në nevojë, si dhe hapa të rinj për mbështetjen e projekteve dhe planifikimin vendor. Vendimet e marra synojnë adresimin e nevojave të komunitetit dhe përmirësimin e shërbimeve në territor. Për të dytin vit radhazi në Gjirokastër ka nisur funksionimin qendra shëndetësore verore. Me 2 mjek dhe 3 infermier, ajo po u përgjigjet emergjencave shëndetësore të turistëve, por edhe banorëve vendas. Gjatë 2 muajve qershor korik, u kanë dhënë ndihmë 300 personave, vizitorë e banorë të qytetit të Gurë. Kalaja e Gjirokastrës mbetet një nga atraksionet kryesore turistike të qytetit. Pavarësisht temperaturave të larta, vizitorët vendas dhe të huaj vijojnë të zgjedhin Kalan për të zbuluar historinë dhe vlerat arkitektonike të saj. Vetëm gjatë muajit korik, monumenti është vizituar nga rreth 50.000 turistë. Bashkia Tepelen organizoi aktivitetin jubilar Bënça 60 vjet në këngë në nder të grupit polifonik të Bënçës, një prej përfaqësuesve më të njohur të polifonisë shqiptare. Gjatë ceremonisë u vlerësua kontributi anëtarëve të grupit në ruajtjen e kësaj trashëgimie kulturore, ndërsa aktiviteti mblodhi grupe polifonike dhe artistë nga treva të ndryshme të vendit. Ju njohim tani më gjerësisht. Siguria e qytetarëve, mbështetja sociale dhe zhvillimi i territorit ishin në qendër të mbledhjes së Këshillit Bashkiak Gjirokastër. Këshilltarët miratuan krijimin e Këshillit Vendor të Sigurisë Publike, vendime për ndihmën ekonomike ndaj familjeve në nevojë, si dhe hapa të rinj për mbështetjen e projekteve dhe planifikimin vendor. Vendimet e marra synojnë adresimin e nevojave të komunitetit dhe përmirësimin e shërbimeve në territor. Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës ka zhvilluar mbledhjen e radhës ku ka shqyrtuar dhe miratuar një sër projekt vendimesh që lidhen me mbështetjen sociale, sigurinë publike, zhvillimin urban dhe financimin e projekteve. Në rendin e ditës u miratuan fillimisht proces verbale dhe mbledhjeve të mëparshme, ndërsa më pas këshilltarët shqyrtuan projekt vendimet për ndihmën ekonomike si nga fondi kushtëzuar i blok ndihmës ekonomike, ashtu edhe nga fondi i bashkisë në mbështetje të familjeve dhe individëve në nevojë. Një tjetër vendim i rëndësishëm ishte krijimi i Këshillit Vendor të Sigurisë Publike në Bashkinë Gjirokastër, si dhe miratimi i rregullores për organizimin dhe funksionimin e këtij organi. Financimi Ministrinë e Arsimit dhe Bashkia e Gjirokastër. Ministria e Arsimit merr përsi për të financojnë 142 milion, ndërkohë Bashkia 25 milion, gjithë projekti është 168 milion lekë, duke qenë se fondi i akorduar ka ardhur në datën 23 dhe jo më lart se sa dje nga komunikimet me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Arsimit për hapjen e kodeve të reja me qëllim fillimin e procedurave të prokurimit, që të arrijmë të rezervojmë fondi 28 milion lekë që akordon Ministria e Arsimit pranë buxhetit të bashkisë, sepse nëse nuk ecim me procedurat e prokurimit, rrezikojmë të djegim fondin e ministrisë dhe në vitin 2027 ky fond prej 28 milion lekësh. Gjatë mbledhjes u miratua gjithashtu transferimi i fondeve për zbatimin e projekteve ndërkombëtare, ndërsa këshilltarët diskutuan edhe ndryshimet në planin e menaxhimit të transportit publik të vizitorëve vendas dhe të huaj në Bashkinë e Gjirokastrës. Vendimet që merren gjatë mbledhjeve të Këshillit Vendor të Sigurisë Publike kanë karakter orientues për politikat në fushën e rendit të sigurisë publike. Faktën autobusit elektrik nuk e bëjnë dot ngjitjen, është testuar dhe nuk e bëjnë dot ngjitjen. Ne proponojmë edhe projekte europiane për ta shtuar këtë flotë, kështu që është në prioritetet e bashkisë, në lidhje për të kaluar me autobus elektrik. Këto linja do mbulojnë sipas relacionit këto 3 pika të cilat kanë edhe destinacion turistik. I tillë është projekti që është fituar, pra këto 3 autobusë elektrike janë marrë në projekt. Tani ne autobusë turistë, nuk e në vendas. Jo, nuk është ndaluar të hipin vendas. Qëllimi është për të shërbim turizmit. Sigurisht që nuk ndalohet as qytetari vendas. Këto 3 linje kemi raportin, nuk kanë ardhur ende në fushë. Atëherë është testuar kaldrëmi nga ora e 9-s dhe që vjen për ngjitesh lart për të vajtur në cfak edhe nuk është funksional, është testuar. Në fokus të mbledhjes ishin edhe çështjet e zhvillimit urban, ku miratuan nismat për hartimin e planeve të detajuara vendore për disa njësi strukturore me synim orientimin e zhvillimit dhe investimeve në territorin e bashkisë.
Më shumë qytetarë do të përfitojnë në kontrole shëndetësore falas pas vendimit të qeverisë për të zgjeruar programin e check-upit dhe për ta ofruar atë edhe për personat mbi 70 vjeç. Njëkohësisht, shërbimet e check-upit dhe dializës do të kalojnë në administrimin e shtetit, me synimin për të garantuar vazhdimsinë dhe aksesin në këto shërbime të rëndësishme shëndetësore. Shërbimi i kontrollit mjekësor falas do të zgjerohet duke përfshirë më shumë qytetarë. Qeveria ka vendosur të heqë kufirin maksimal të moshës për këtë program, ndërsa nga muaji shtator shërbimi do të ofrohet falas edhe për personat mbi 70 vjeç. Ministra e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evi Sala tha se këto ndryshime synojnë të forcojnë parandalimin dhe diagnostikimin e hershëm të sëmundjeve. Për të parë, hiqet tavani moshor për shërbimin e check-upit, do me thënë çdo qytetar në moshën 35 vjeç e sipër, i ofrohet check-upi falas. Për herë të parë, qytetarët të moshuar mbi moshën 70 vjeç do t'ju ofrohet nga shtatori shërbimi i check-upit. Një hap shumë i rëndësishëm në aspektin e parandalimit. Në mbledhjen e qeverisë, u miratua edhe një tjetër vendim që prek drejt për drejt ofrimin e shërbimeve shëndetësore. Pas përfundimit të kontratave aktuale, shërbimet e check-upit dhe dializës nuk do të ofrohen më nga koncesionarët, por do të kalojnë në administrimin e shtetit. Sipas ministres Sala, ky ndryshim synon të garantojë vazhdimsinë dhe cilësinë e shërbimeve për qytetarët. Shërbimi i check-upit dhe i dializës, që përkatësisht përfundojnë në shtator dhe në nëntor, të ofruara për momentin nga koncesionari, merren dhe në dorëzim dhe ofrohen nga shteti. Ministria e Shëndetësisë theksoi se këto vendime synojnë të zgjerojnë aksesin e qytetarëve në shërbimet parandaluese dhe të sigurojnë ofrimin e pandërprerë të trajtimit për pacientët, duke rritur rolin e shtetit në menaxhimin e shërbimeve shëndetësore. Për të dytin vit radhazi në Gjirokastër funksionon qendra shëndetësore verore. Me 2 mjek dhe 3 infermier, ajo u përgjigjet emergjencave shëndetësore të turistëve, por edhe banorëve vendas. Gjatë 2 muajve qershor-korrik u ka dhënë ndihmë 300 personave, vizitorë dhe banorë të qytetit të Gurtë. E vendosur në zonën e pazarit karakteristik, qendra shëndetësore verore në Gjirokastër që prej qershorit është në shërbim të vizitorëve por edhe qytetarëve. Me funksionim 24 orësh, ka pritur raste të ndryshme që kanë kërkuar ndihmë, e cila i është ofruar nga stafi i saj i përbërë nga 2 mjek dhe 3 infermier. Ka rreth 2 muaj që ne punojmë te qendra shëndetësore verore në Gjirokastër. Ne kemi pasur aktivitet të plot, kemi pasur disa raste specifike, matje tensioni, mjekime plagësh, alergji të ndryshme, pickime insektesh ose nga barrat, alergji nga barrat. Kemi bërë matje glicemie për diabetikët, dhe sot në mëngjes kemi bërë një matje glicemie. Trajtimin e plagëve të ndryshme, kryesisht janë shëmbje nga me që dhe tereni në Gjirokastër është pak i vështirë dhe turistët nuk janë mësuar të ecin në këtë teren të tillë. Ka pasur trauma të lehta, nuk kemi pasur shumë. Kemi pasur një rast me intoksikacion alimentar, helmim ushqimor, të cilin e trajtuam këtu, bëm kundër të vjellave dhe i dham dhe tresol. E trajtuam këtu, s'kishte nevojë për ta çuar në spital. Gjatë korrikut ka filluar edhe aplikimi i tarifave për çdo vizitor të huaj që i drejtohet kësaj qendre shëndetësore. Qendra shëndetësore është hapur kryesisht për të huajt. Dhe ne kemi trajtuar të 2 rastet, edhe të huaj edhe shqiptarë. Tani kemi që nga fillimi i këtij muaji, nga Ministria e Shëndetësisë është caktuar një tarif për turistët e huaj, që nga fillimi i këtij muaji Ministria e Shëndetësisë ka caktuar një tarif për turistët e huaj. Vizita e mjekut ka një tarif të caktuar, mjekimi i plagëve ka një tarif të caktuar, për shembull, vizitat e mjekut është 10.000 lekë, të vjetra flasim. Mjekimi i plagëve prapë është 10.000 lekë sepse është trajtim mikrokirurgjikal, nuk është të thjesht kështu. Një injekcion është 3.000 lekë, të vjetra,
dhe disa tarifat tjera. Në 60 ditë të qershorit të Korikut Bashk, bluzat e bardha të qendrës verore shëndetësore në qytetin e Gurt kanë trajtuar 300 raste të ndryshme emergjencash. Kalaja Gjirokastrës mbetet një nga atraksionet kryesore turistike të qytetit. Pavarësisht temperaturave të larta, vizitorët vendas të huaj vijojnë të zgjedhin kalan për të zbuluar historinë dhe vlerat arkitektonike të saj. Vetëm gjatë muajit korrik, monumenti është vizituar nga rreth 50.000 turistë. Këto ditë të piku të sezonit turistik, Kalaja e Argjiros në qytetin e Gjirokastrës po njeh një fluks të lartë vizitorësh. Kjo kala çdo ditë është e mbushur me qindra vizitorë të cilët janë tepër të interesuar për të njohur nga afër me arkitekturën, historinë apo çfarë ka kjo kala në brendësinë e saj. Jena dhume të Argjirokastrës. Është një vend shumë i veçantë me histori dhe pamje fantastike. Jam shumë e kënaqur që e vizitova dhe do t'ja rekomandoja edhe të tjerëve. Mbreslen se nuk e mendoja që ishte kaq e mirë mbajtur edhe organizuar, shumë bukur. Po ishte një vizitë shumë e këndshme edhe na pëlqeu edhe fëmijët, u kënaqën edhe familja dhe bashkëshortët. It's an old Gjirokastra është një qytet i bukur me një trashëgimi të jashtëzakonshme. Kalaja është pika që nuk duhet humbur gjatë vizitës këtu dhe e bën akoma edhe më madhështor këtë qytet. Kam mbetur e impresionuar, nuk e prisja të ishte kaq e madhe. Sipas të dhënave nga muaji janar deri më tani, Kalaja e Gjirokastrës është vizituar nga rreth 160.000 vizitorë, ndërsa fluksi pritet të mbetet i lartë edhe gjatë javëve në vijim. Agjencia Kombëtare e Turizmit po mirëpret vizitor nga të gjitha pikat hyrëse të vendit duke u ofruar informacion dhe guida për destinacione turistike. Në një video të publikuar nga Kryeministri Edi Rama, turistët e huaj vlerësojnë mikpritjen shqiptare ndërsa veçojnë edhe Gjirokastrën si një nga qytetet që ia vlen të vizitohet dhe ku zgjedhin të rikthehen. Agjencia Kombëtare e Turizmit vijon të jetë e pranishme në të gjitha pikat hyrëse të vendit, duke u ofruar turistëve harta guida dhe materiale informuese për destinacionet më të vizituara në Shqipëri. Në një video të publikuar nga Kryeministri Edi Rama, vizitorët e huaj shprehen të kënaqur me mikpritjen dhe eksperiencën e tyre në vend. Mes destinacioneve që ata veçojnë është edhe Gjirokastra, e cila mbetet një nga qytetet më të preferuara, fal trashëgimisë kulturore dhe arkitekturës së saj karakteristike. Turistë që rikthehen për herë të dytë në Shqipëri tregojnë se kanë zgjedhur të vizitojnë sërish Gjirokastrën, krahas Tiranës, Vlorës dhe Beratit, ndërsa vlerësojnë mikpritjen dhe atmosferën që ofrojnë qytetet shqiptare. It is my first time. I've seen Durrës, Kruje, Tirana, Golem. In Vlora, I am literally for 10 minutes. Okay. I haven't seen it really well. In Vlora 1 day, but in Albania 7 days. We've seen Tirana, Gjirokastra, Vlora. We're not the first time in Albania, now we are going to Berat. Berat is our last. It's very good for me. I think well safe. I've been only in Vlora. Përmes këtij shërbimi informues, Agjencia Kombëtare e Turizmit synon të orientojë vizitorët drejt atraksioneve kryesore dhe të promovojë destinacione si Gjirokastra, e cila vazhdon të tërheqë gjithnjë më shumë turistë vendas dhe të huaj. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro ka bërë publike kalendarin e provimeve të sesionit të dytë të maturës shtetërore 2026. Në një postim në rrjetet sociale, Ministria Kumbaro u bëri thirrje maturantëve që nuk kanë arritur të përmbyllin provimet gjatë sezonit të qershorit të përgatiten me përkushtim për provimet e vjeshtës. Sipas kalendarit të publikuar, provimet do të zhvillohen në këto data: 24 gusht 2026, gjuhë huaj 27 gusht, gjuhë shqipe dhe letërsi 31 gusht 2026, matematik 3 shtator 2026, provime zgjedhje. Është momenti të përgatiteni me përkushtim dhe të besoni te vetja juaj, shprehet Ministria Kumbaro në mesazhin e saj drejtuar maturantëve. Sesioni i dytë i maturës shtetërore u jep mundësi atyre që nuk kanë kaluar ose nuk kanë zhvilluar provimet në sesionin e parë të përmbushin detyrimet për përfundimin e arsimit të mesëm.
Bashkia Tepelen organizoi aktivitetin jubilar Bënça 60 vjet në këngë në nder të grupit polifonik të Bënçës, një prej përfaqësuesve më të njohur të polifonisë shqiptare. Gjatë ceremonisë u vlerësua kontributi anëtarëve të grupit në ruajtjen e kësaj trashëgimie kulturore, ndërsa aktiviteti mblodhi grupe polifonike dhe artistë nga treva të ndryshme të Shqipërisë. Grupi polifonik i Bënçës festoi 60 vjetorin e krijimit me një aktivitet jubilar të organizuar nga Bashkia Tepelen, ku vlerësua kontributi i tij në ruajtjen dhe promovimin e këngës polifonike shqiptare. Për 6 dekada, ky grup ka qenë një nga përfaqësuesit më dinjitoz të polifonisë, duke çuar traditën dhe kulturën e Bënçës e të Tepelenës në skena të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Përfaqësues të Bashkisë Tepelen theksuan se polifonia mbetet një nga shtyllat më të rëndësishme të identitetit kulturor të zonës dhe se aktivitetet të tilla shërbejnë për ta përcjellë këtë pasuri te brezat e rinj. Kënga e Bënçës të jehoj për shumë vite të tjera, për të frymëzuar brezat i domin. Unë kam kënaqësinë këtu i nderuar kryetari i Bashkisë Tepelen që në këtë 60 vjet plotëtor të krijimit të grupit Bënçës të bëj dy urime. Urimin e parë ta bëj për grupin e Bënçës nga Procia e Zemrës, ju të ndoftë zemra si goja të gjithëve, dhe urimin e dytë e kam për të gjithë ata artistë të mrekullueshëm, për të gjithë grupet polifonike që na përcjellin, ruajnë këtë trashëgimi historike dhe kulturore dhe për brezat e ardhshëm. Falënderim veçantë për gjithë grupet polifonike që morën pjesë sot në 60 vjetorin e grupit Bënçës. Sukses e grupit Bënçës. Unë në fakt kam filluar, jam i dashuruar me këngën Labe, kam marrë mësime edhe nga Ariani, por edhe nga Landi sigurisht, dëmi të mi. Por Tepelenën edhe këngën Labe të kësaj treve, sigurisht unë e kam lidhur me Golikun edhe Paro. Je institucion, sigurisht e dëgjova në Semjani për pjesën e të themi asaj përmendore, po për mua është e rëndësishme të vazhdoni, të keni këngë, sa më shumë këngë, për na bërim, për Tepelenën, po pse jo edhe për gjithë qarkun e Gjirokastrës. Shumë faleminderit për 60 vite, për 6 dekada rrugtim, për gjithë emocionet e përcjella dhe për gjithë krenarin që na keni dhënë ne si qark. Faleminderit gjithashtu që na keni bërë të dashurojmë këngën Labe. Golik, Rosh e Pizosh bashkë me grupin tënd, me Paron, me gjithë ata që na keni dhënë gjëra të mrekullueshme të kombit ton, vlerat e kombit ton, shënderinë e këtij kombi të bekuar. Ju uroj të bekoj të gjithëve. Në ceremoninë festive morën pjesë artistë, studiues të folklorit, personalitete të kulturës, si edhe grupe polifonike nga Saranda, Piluri, Vlora, Gjirokastra, Kërcyra e Tepelena, të cilët sollën interpretime që pasqyruan pasurinë e polifonisë shqiptare. Unë ju falenderoj gjithë që për grupin e Bënçës, Tepelena, por edhe për mua më bëhet qefi se po të thoshë të praç, zëmëroj, Rosh falenderit thonë. Kështu që unë i përshëndes, po dhe ne kërë artë mikon, po pak në vonë, kështu që kjo Rosh sa moshe kësa toke këtë ju më shumë politikën. Me të atë, shumë falenderit. Ajë që sot gjë, ajë që të gjë më shumë. Sinterisht, një 10 vjetë urinoha. Jubileu Bënça 60 vjet u mbyll me interpretimet e grupeve pjesëmarrëse, duke e kthyer këtë përvjetor në një festë të vërtetë të traditës, kulturës dhe trashëgimisë shqiptare. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi bashkë, miru takofshëm.